Shqipëria, ëndra europiane e saj, procesi më thelbësor për të ardhmen e vendit, vazhdon të mbahen peg nga Edi Rama dhe Lubi Balluku. Përpjekjet për ta arkivuar dosjen Balluku, de facto dosjen Rama, janë përpjekjet më kriminale, përpjekjet të cilat shkelmojnë interesat personale, shoqërore dhe kombëtare të çdo shqiptari. Lufta kundër korrupsionit merr fund, pa dënimin, pa heqjen e imunitetit të Lubi Ballukut. Nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Edi Rama i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Ndaj dhe ne u jemi drejtuar qytetarëve. Ndaj dhe protesta e 17 prillit është kryengritja paqësore më e rëndësishme e qytetarëve shqiptarë. Parlamentin e kanë asgjësuar në të gjitha mjetet me rrugë banditeske, me rrugë me turpe, me çfarë të thush, nuk kanë turp, kanë vetëm si të mbrojnë krimet që kanë kryer, vjedhjet që kanë bërë, dhe ne kemi vetëm protestën si mjetin më kryesor.